Të dashur vëllezër e motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë mirëseardhjen në emisionin tuaj dhe tonin Rruga e Ndriçuar, emision ky që është i rregullt, i përjavshëm, i drejt për drejt të kontaktues, ku ju mund të parashtroni pyetjet e juaja dhe mund të inkuadroheni drejt për drejt përmes telefonatave tuaja në numrin e telefonit që do të jetë i shfaqur çdo herë poshtë ekranit. Emisioni mund të përcjellni drejt për drejt jo vetëm këtu në televizion në RTI, por edhe në YouTube live, po ashtu edhe në kanalin zyrtar të Hoxhës në Facebook. Hoxhë nderuar, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me që kemi disa pyetje, edhe me shkrim, atë do ta marrim një pyetje nga ato para se të inkuadrojmë telefonuesit tonë. Pyetja ka të bëjë me zakatin në drith. Thot pyetësi, a lejohet që t'japet zakati i grurit në vlerën të holla e jo në grur? Tu pas parasysh se ka disa njerëz, edhe pse janë nevojtar, nuk e pranojnë grurin si zakat, ndërsa të holla po. Çështja tjetër që ka të bëjë, a mund vënohet nxjerrja e zakatit të grurit më vonë sesa nga dita e korrjes, që përmendet në ajet ditën e korrjes, dhe a mund të caktohet me tahmin parafërsisht sasinë, duke pas parasysh faktin që nga kombaja në kamion për kamionin hamar, nuk e ka marrë, nuk e di sakt, po di që ka 1000 kilogram. Kjo është pyetje nga një nga vëllezërit tanë tash të zonën e Korrëshirjeve. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar, e falenderojmë. Pejgamberit të bekuar, salavat dhe selam e dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata që vinë pas nesh deri në kiamet. Çështja e zakatit është tepër e ndihshme, sa të dush e ndihshme në shariatin islam. Se zakat. Mjafton fakti që është farzi i dytë mas namazit. Dhjetra ajete koranore flasin për zakat. Njëra prej llojeve të zakatit të obliguara me Kur'an dhe me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi është edhe janë edhe drithrat. Ku në to, Allahu i madhruar thot, wa atu haqqahu yawma hasadi, ndër ajetet koranore. Hak i fukaras. Zakati është hak i fukaras. Allahu ka obliguar në drithra, për pas llojeve tjera. E pastaj tek sasia e zakatit, tek drithrat, me dhanë 1/10, ose 1/5, varësisht nëse ka ujitur ka punuar, e jep 1/5, nëse nuk e ka ujitur, nuk ka punuar, por Allahu ka ujit vetë, që shkemi një bereqetet tona. Në bereqetet tona do ja hedhëm të pleq atë, pun pak bojna për to, dhe e binë Zotë, ati kofshin falë dhe shkojnë akorru. Ne kemi 1/10, bereqetet tona po flasë. Tamam, kjo është farz. Dhe këto, dese nuk jam i kënaqur ta them të vërtetën, me rolin e zakatit në shoqërinë tonë. Ma mirë me thonë ndoshta me vetë djesimin e shoqërisë tonë në raport me zakatin, se kurse që janë me Ramazan të zami. Nuk ka familje në Kosovë që nuk e din se erdhi Ramazani, se do të magjëru Ramazanin, se do të me humur syfër buk, se do të me nejtë pa humur ta ditë deri në iftar. Nuk ka madje dhe katolikt, madje dhe serbët që kanë Kosovë kanë ditë. A është ashtu ajo, të gjithë.
Nuk ka njeri në Kosovën tonë që nuk e din Ramazanin. Nuk ka shtëpi në Kosovë që nuk shtrohet sofra e iftarit. Nuk ka. Tash nëse në 2-3 antarë nuk shtrohet e ta, po mirë të nanat e tia për e saj, të vllau i tia për e saj, s'bahet, e familje është ajo. Pra, për agjerimin shqiptarët e kanë ruajtur aty ka vendin e vetë. Zeqatin e kanë hedhë, me thonë kanë hedhë më shpinë e bje ndoshta pak rënd, por e kanë anashkalu shumë. Sa që ka qenë një periudhë kohore dhe halen disa vende është, halen disa vende, ku edhe ata që janë namazli, pesko namaz, dhe kanë obligim zeqatin, nuk e ka qarta i çështjen e zeqatit. Dhe ati ka le një pjesë e madhe jetës, për mësë me thonë tonë jetë, ndoshta dhe zeqat s'kanë zirë. Që shbahat kjo punë? Që shbahat kjo punë? Andaj këtu me ndojë në fajkim të gjithë nga pak. Dohet me punu me i vetë DSO shoqërinë tonë për zeqat. Jo me obligu, kërkon se në obligon ti, por me vetë DSO me thonë, milet. Zeqati është haki Allah dhe haki fukaras, është haki dyfisht. Shikoja jetët koranore e hadithet të cilat sa kërsnuse, sa të randa janë për ndalusin e zeqatet për ata që nuk jep zeqatin. Janë të frikshme. është kohë e drithrave, e breqeteve. Sa njeriu gjen 3.000, 5.000, 10.000 kilogram grunë. Dhe asë që shkon mendje më dhonë zeqatin. Bërë që ka zeqatin, haki Allahu dhe haki fukaras. Shkojmë konkret, se kjo është tim. Disa në parë se to nuk me delë për të në vizit. Jo. Nuk një aftave. Shqyqa, thash me hinë detaje, për çdo send ka përgjigje, Sepse tani, nuk deshta me hy dhe prapë s'po du, por tu mund të parashtrohet pasaj një kalablak në pyetje. Ndër to s'po ka kurfar levërdije në bereqete, ndër to nuk po, nëse edhe zeqatin jepëm, na po binen minus se sa kemi dhona atje, ndërsa s'po me aftën e vetë të vështire gjenë, sepse tashmo njerëzit nuk hajnë veç buk, tashmo njerëzit përpara njerëzit buk kanë hangër, veç buk kanë hangër, ndërsa sa në kilogram buk po akia 2 ton ditën, familja nuk i hanë. Ka ndryshu çështja. Standardi i ushqimeve, rregull i ushqyerit ka ndryshu të shqiptarët shumë. Këtë për to ka përgjigje, por zeqatin muslimani dohet me dhanë. Tani, 3 pyetje të cilat i bëre në pika të shkurtra. Në parim, zeqati do të me dhanë kur të karsh grunin. Sepse të ka obligu. Drithrat janë të vetme, është të vetmi lloj, pillojt zeqatit që obligohet aty për atë më njëherë. Përderisa pasuria tjetër do të prit një vit. Drithrat se kanë. Drithrat i vjellë drithrat, pemë, perimet, breqetet, do të me dha zeqatin. Por nëse man të grunin 10 vjet, i ka gjetë 10 kg grun, 5 vjet, 10 vjet e qanë në një mullim andikon. Se ka më obligim, një herë ka. Ndërsa të parat, të tekstili, të baktit, të karë dhe argjenti, e ka obligim për vjet me dha zeqatin. Edhe nëse nuk e përdorhe që e ruan e konservan. Dalojnë. Tamam? Pra, në parim do të me dha zeqatin me njëherë. Po kjo me njëherë nuk është urgjent qatë dit me njëherë. Por me njëherë fjala e vjele drithen, o zotni e vjele drithen, shtinë në kry me njëherë, me hjek hakin e fukaras, hakin e zotit me hjek. Pasaj, çfarë arsye ki që s'pe jep? Ke arsye të justifikush me shariatike? E ki dikon smute, s'pe gjon fukaran ku me dhane, s'pe gjon dikon dhe të gjoj dikon
Mund të jetë ndonjë arsye, por nëse nuk janë ato arsye, pse e shtyn zakatin? Mund ngarkohesh. E jep me njëherë. Ke me njëherë, nuk kuptohet me dakika ke me minut me njëherë, por e ke nxjerr zakatin, e ke vjel bereqetin, e ke korr, jepe. Çështja tjetër, pej kombajës në kamion, pej kamionit mëlli. Anë nuk ka dert ashtu, nuk ka kusht me mata, atë nuk ka dert. Po nuk ka dert sepse syni njeriu deri dikon është kanar, thot populli. Ai për shembull e ka me thas, Tazami i ka gjetë 500 thas. Apo 500 thas i ka gjetë. Veç është një 10 e 50, sa i bjen? Ai bje 50 thas, o kry. Në fund thot atë diçka, jep edhe në thes më shumë. Do të bëhet 51. Sepse ka mundësi që ta kanë qellu pak më pak. Edhe kry meselja. Tash nuk ta ngarkon neve shariati, mu çuna më shku marr diku ndonjë farë vage peshoj dikon, e ka njëherë është ka gjera ande ka gjë vështire, sepse nuk është e mundshme, e lehtë me gjetë çdo kohë, çdo zaman, në çdo vend, na për malësie, na për vende të izoluara deri diku prej apo të larg prej vendeve të tjera, ka njerëz që nuk dinë çfarë peshoja mirë hiç. Nuk e din, kanë dëgjuar ndoshta, por andaj e din njerëzit parafersisht. E din parafersisht që kje bën një 10 dhe jep zakatin. Çështja tjetër, a bën me dhënë para. Apo? Po bën me dhënë para. Jo vetëm grunin, po në çdo lloj zakati. Edhe zakatin e baktive, edhe zakatin e artë argjentit, edhe zakatin e tekstilit, bizniseve të përgjithshme që kanë biznise njerëzit, dikush tekstile, dikush katje, artikuj ushqimore, dikush pjesë teknike, teknologji, makineri, etj. Këta krejta bën me dhënë zakatin në para. Sepse në parim zakatin do të me dhënë ajo që Ahmed dhe bëshë fukarat. Pra, është obligu tyje me dhënë shqetësekiti me grun, të është obligu me dhënë me grun, të është obligu, por a është me interes për fukaran, me shëndërun pare po, a kam mundësi me shëndërun para kam, se kam veshtërsi, se kam do një veshtërsi une. Atërja shëndërajnë para, sepse për pas që unë jam interesun me nëzirë zakatin, jam shumë interesun që fukaraja me pritë zakatin, me pranu zakatin dhe me shfrytzu. Shembull krahazim, kur e prin kurbanin, këtë sotit janë tranu mileti, ka gjashëm janë tranu mileti, e pjesë e kësaj që janë tranu, të e prin delen, Ibrahimi ka prej delen, Ibrahimi a.s. Allah azza wa jall, ja zbrit Ibrahimin për i qilë delen, dashin, ja zgjidhe dashin, edhe i tha, o fedejnahu bi dhibhin adhim, me prej kurbanit, tamam? Sot, fukarat e tonë, për që fukarat e sen fukarat, shtatonët, nuk e hajnë dashin, nuk e hajnë delen. Ta shtu e prej kurbanin, qysh është komplet, dhe me reqen e familjes. Amo a ki frikë së të prënën? Ki frikë. A ki dëshim që se që kështë e gjunë? Pas të kënë orë. Qësh ma gjunë mua zakatin sadakët të fitri? E kurbanin, që pa prënë me të Allahu. Pra, ki qef, kër e merë, me shfrytzu më knaq me ta. A i me familje. A është ashtu? Tani, grunin, të mja dhonë grun, nëse na jena këtë bujqi, dhe jepë më njepë ati 500 kg, të jepë një 300, a që të jepë një 700, ati bënë 10 kg grunë nuk i vynë, a petë ka me shku me bëpara aj, me shit. Sepse aj nuk jetë veç me grunë, a jetën edhe me artikuj dhe me nevoja tjera, të cilat nevoja e pletësën paraja. Andaj, bënë me këthyje, shëndërun pare, kjo është mendim e Hanefive, sa për një hori për shikust, kjo është mendim e Hanefive, kjo është mendim e Omer bin Abdulazizit, kjo është mendim edhe e Bukhariut, kjo është mendim edhe Ibn Taymis, kjo është mendim edhe i Kardavit, kjo është mendim edhe shumë ulema bashkëkohor, është mendim i fetvave të Egjiptit, edhe shumë ka akademive shkencore, po edhe është mendim jemi që në përkrahi fort. Këtë mesele. Në dere dhe një qështje. Në parin, do më lejohet dhonja në para duke shiku dobin e fukaras. E jo lesin e tina se nëse i vjen ma zëm i mush thas grun, edhe pse di që grun ja prano, po për jem ma let me dhon para? Jo, tina që në parim lejohet se i këshirët interesi fukaras. Ty të ka obligun grun. Se këtë mund bëhet një pyetje tjetër, bën miell, po miell bën. Sepse nëse ke gjetë azami 10 kg grun, ku të shndrojsh miell, tash unë nuk e di saktë, por ndoshta vin 5000 kg miell. Tash një 10 në 10.000, tash do të më dhoni 10 në 5.000.
sepse 10.000 numër ka qenë për gruan, 5.000 është për miell. Tamam, dhe ma letë me dha miell, sigurisht, për fukaran, me dobishme. Por megjithatë për të është, me dobishme me dhanë para. Allahu shpëlbeft. Andaj bën inshallah taala. Allahu shpëlbeft për këtë dhe besoj se dëgjuesi ka marrë edhe përgjigjen e adekuate. Atëherë të mos e lëm edhe telefonuesin radhës të pres më gjatë e inkuadrojmë. Alo, urdhane. Selam aleikum. Alo, mama. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Cila është pyetja juaj? Desha ja bo pyetjen, desha mi kallëzu hoxhës se kisha pa mendu kur që kisha me jetu me hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë do të vjen një kohë që do të jena shumë musliman, po s'do të jena kur gjë, s'do të jemi si shkuma e detit, kur gjë heq. Se po të thamë në hoqë këto, sepse një ta pash një video, ish hi njënë dhe të, edhe jo një, po jenë bo shumë. Edhe lypin mi vra dhe mi prej muslimant. Po tash një me akesqa që ishtë, hini edhe një profesor. Po tash aj leqa e profesorit që hini, po aj profesori edhe në funksion edhe në punë. Të edhe fëmijëve të muslimanve mësim. Ditën tim së fëmin, natën lyp mja mytë babat. Mja mytë babën, a i thëtë bële, thëtë na do të mu bashkangjit me Amerikën bashkë, edhe mi mytë ka musliman krejt. Dhe ishta mi tha hoqës, dhe i kur është durimi, se unë po thëmë, unë i sholla nuk zatet në njën në qase, se unë nuk e di se shka ku me bon. Po dhe i kur na duhet me duru, edhe dela ja thirë thëmis në zonëcit vetë, lyp mja mytë babën. Ta shaj në zonëci, qka ku me parlamentu kur shkon shkollë, që thëtë profesori ka lyp më mytë babën. Ku me arritaj me mësu a i thmi, edhe qëfar trauma merë. Edhe qysh ku me kalu a i thmi, sa i kërë di që është thmija i muslimonit, profesori, kërë di që thmija është i muslimonit, a edhe jetën si në zonëc ku me janë ngushtu, se ku me janë bon qëtire dhe ma qëtire. Unë e di që na duhet me duru, për hirtë shtetit Kosovës, për Kosovën duhet me duru, veç jenë bo tepër hoqë thashtë. Ti e din edhe, ti e di që e din, po jenë bo tepër veç që po të kalëzoj, mos puni, se gjemotin nuk mundet me duru. Vlaj Dërum, a ki ndonjë pyetje tjetër, apo vetëm këtë opinion? Që ta të ishta me ndo me hoqën. Falënderit, edhe pse ekzistojnë ligjet, ekzistojnë edhe ligji, ka institucione që mirën me këtë çështje, po megjithatë, hoqja sigurisht e jep një opinion caktuar. Allah i trujt. Spari, unë atë se kam dëgju, për këti për dëgjaj që është profesore këta dijune. Së dyti, në gjithmonë feja islame ka pasë, feja islame dhe muslimat kanë pasë armiq. Gjithmonë. Prej kohës e Nuhit alayhi salam. Prej kohës e Nuhit, jo Ademit, kohës e Nuhit alayhi salam, deri sa dhe kësaj dite dhe do të ketë deri në kiamet. Ai njeri që mendon se është në rrugën e Zotit. Ai njeri që mendon se fakti që është musliman i mirë dhe kuj shërë nuk i banë dhe si mënën për keq, nuk duhet të tjerë me luftu, nuk e ka kuptu natyren, ligjit e Zotit këtë dynja, natyren e njerëzve. Kështu janë krijuar njerëzit. Çështje tjetër, shëqërës Zotit që Allahu nuk ma mund të sanë. E mbron Allahu këtë dini, mbron muslimat. Për ndryshe njerëz të tillë, po të kenë mundësi, asë musliman tokë Zotit nuk e lojnë. Po Zotit nuk e lejon një gjatë të tillë. Andaj, për mendimin tim, mendimi jam, ne nuk do të më marrë me njerëz të cilët hapta zë dalin dhe të sulmojnë.
përkund bile, ton. Këta janë rreziku i tyre shumë më i vogël, sepse në armisht qartë tu, të hapur, dhe ti tash thash të arsimtare. A thash të arsimtare, profesorë s'ka arsimtar. Tash nxënësat atë njofin. Prindrit e nxënësave njofin. Dhe atë prindrit tash, atë është roli prindërve, që ata mujnë kanë të drejtë me shku dhe me thonë që tha këmë ne mësu fëmijën, a nuk duhe në këmë ne mësu fëmijën. Që kë, djallin tem nuk duhe ma mësu. Sepse këmë arrejnë djallin tem, djallin e musliman. Këmë arrejnë edhe tjetërin tjetër, këmë arrejnë ke klasën. Sepse këmë arrejnë vetë vetën e vetë, këmë peshman që donë këtë dynja. Se këta janë peshman që donë këtë dynja, këta i ka hopu dhe në bërë. Pra njerëzit të cilët ta thonë atë që e kanë në gjuksat e tyre, ta thonë haptasi. Sigur sa i priftat e kur dullat herë në Amerikë, këqira, shko sam në farë prifti, edhe tha, sanë që është bo me konë mytë, me loshe edhe 100 edhe 1.900.000, sanë që është bo, tha. Sanë që është bo. Edhe kështë madhat punë nuk e bani, pra, aj, që pretendon se sjell paqë, dhe thërët në paqë, qaj thërët në paqë, i dhem atina, i dhem. Pse nuk i vrajti Milosh edhe 1.900.000 musliman? E tha këta janë me bishta, po se në hajvan ke majmuna kemna. Por, e tregon ata që ka mrena, me lefin e tyne. Andaj rreziku i tyne, unë për mendimin tem, nuk është shumë i madhë. Qëtë populli jonë me qitë ftyrë të pafsha, me qita të lasha, përdoshtë në fjallë diçka. Pra, thot shqyqër që kuptova se kosh koke. A përdor populli që shtu? Kjo fjallë e urtë. Shqyqër që kuptova që ora ke rast, dhe kuptova që shko këti, apo sa po mdejsha, apo sa po më respektejsha, apo, andaj me që ftyrë pafsha, me shtë të lasha dhe me mu e kryveti. Pejti nuk ka nuk e më rujtë shpinën, se kom ditëri tash, kom ujtë me gabu, tash tregove ti mirë, më tregove, kuptova që jarë me kijemi, edhe në regulljen, anë kur gjohën, për me të keqë, nuk i dhe në dynjë, dhe në heret. Por rreziku është i njerëzve të cilët punojnë msheft. Të cilët punojnë msheft, paguhen msheft, punojnë msheft, për me njollosi islamin dhe muslimanët, për me prish këtë popull, për me prish këtë harmoni, për me prish këtë rahati, për me të prishur këtë afërsit njerëzve mes veti, qetësie, stabilitet e thuj që ka dush. Me destabilizu gjendjen, situatën, provokojnë. Tash këta shejtanat, se edhe nësë po duja përmen, provokojnë të naudni, po jemi të i patë që se se janë duke provokuar. Por këta veç që qesin ftyrën e tyne në shesh, asë gjë ma shumë. E funit, apo qështi tjetër, alhamdulillah për Zotit që ne kemi do ligja dhe kemi një rand, dhe kemi do policie, kemi do shërbime sekrete, dhe pasha Zotin nuk flenë këta. Këtu sani din, shtetit edhe miza këtë kalën për para më rëvesh. Pse më shelë sytë shtetit herë dytë është që është tjetër. Amo shteti e ka shumë qartë se kush këtu për hap tolerancë dhe kush këtu është kundër tolerancës, kush është me përhap një rahati, një harmoni, dhe kush është me luftu këte, apo me përhap një rejtje runa zët mes njerëzve. Shteti këtë sen e kupton. Dhe ata flasin, por dikur cilë vjen kurthën e vete, bjen atë me emër të Zotit, ati kofshin falë. Andaj, ata është mirë njerëz të tillë, është mirë, mendimi jam të flasim me kanodje, se me kanë televizion, dhe se me kanod, po flas ke funit, njerëz të tillë është mirë, kur të shesh dikon në periudhën e te je çaj që po do më myt neva, që unë jam për tyne. Edhe çka për tyne, edhe çka për tyne, edhe kë për tyne, dhe këto do na për tyne.
Te ajo më na myt njëve çka? Çfarë lipte me dis njëve? Çu det për jashtë? Det për jashtë. Zve marrë ty? S'ke turpte? A ki vlazën ti, a ki motra, a ki farefes, a jenë musliman këta? Tante do me myta? Çfarë ndjenje njerëzore kiti? Çfarë shpirti kiti? Këty në bë bajat, ata të afërmit e vetë, shoshnia e vetë, që ata që kanë kontakt me të. Edhe mos harra për përsëris, se Allah i madhruar ty një nëzin jetën. Këty në Allah i madhruar ja ngushton jetën. Që veç shpirti i ty në din që ahjek. O nuk o kushtash, Zotës, ngutet të barek e o tala. Allah në ruajt shirë ty në ja Rabbel Alemin. Amin. Allah shëbleft. Atër në kuadrojnë telefonusën e radhës. Alo, selamu alaikum. Alo. Alo, urnani. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urnani, cila pyetja juaj? Selam aleikum. Aleikum selam. Po, vetëm urnani. Jam një zonë muslimane dhe dishta një këshill prej hoxhës. Po, urnani. Burri jam ka qenë martuar para me një grua dhe ka 3 djemë. Edhe djemt i ka, do me thë gruja i ka vdek, djemt normal jetojnë me ta e krejt, jetojnë në gurbet, banesat i kemi danë e krejt. Tash une që jam martu që 5 vjetë me ta e kam një fëmijë. Po, pri që kam lindone, Alo. ata fëmija nuk e dojnë babën e vetë, e urrejnë, e nënçmojnë, e ofendojnë. Arsyeja është shtëpia që kemi normal në vendlindje. Unë kam punu dhe i tham burrit tem të marrojna një shtëpi ne, se po kam frikë mos po ju hin hak. Po burri jam është mbi moshën 50 vjeçare dhe thot, atë shtëpinë që e ku marrone, hala se kum përfunduar dhe mos mundet më në të filloj një shtëpi të re. A jenë fëmija të rritur, fëmija burë, të janë të mëdhej? Këta 3 të mëdhej, po. Me gruan e parë. Po të janë të mëdhej? A po ndëgjon, se po Se ndërprejt po shfutet, po ka ndërprerje të ko pasosve. Po pyetja është prej hoxhës, ta atë 3 djemt, a janë të rritur? Dishta një këshill për hoxhës, a mos jam të ju hin hak une. E qartë. Se shtëpies. E qartë e motër, e qartë. Tamam, e qartë, faleminderit. Faleminderit. Pyetja është e qartë, do ta marrë tash një opinion prej hoxhës. Allah shpëlbeft. Në kësa raste, deri dikon, ka faj baba, i djemë fëmijëve. Zotni mati puntë. Para se me mbarë një hap për martes të dytë. Sepse ajo grua që ti e merë, e ka shejtërinë e vetë. E ka dignitetin e vetë. Pse të merë ty që ke qeni martuar dhe këtë fëmijë, nuk do të thëtë që është me ullë të ajo se sa ajo para që ka qenë. Përkundër se ke mund të jetë me e lartë, me ngritne. Sepse ka mundësi, ka në herimu të atë pa martu, e mërë burën e martun edhe me fëmijë. Po edhe nëse kjo është ndarë, për çfarë do arsye qoftë. Ma të senët. E mos e bëne ser viktim e thonë, valla, s'po gëzej për fëmijëve, s'po vlen fëmija. Kur nuk gëzën për fëmijëve, dhe je frigacak, dhe ke both fëmijë ke ngrit me një gishtë, së një ullë tash me të tanë, dhe të së ndojnë fëmija, mos e marrë të heqë. Bënë shërptori tyne bënë jo, rëktari fëmijëve, e mos e mërë robën e Zotë dhe rëbnesh Allah në qapë, mos e mërë. Këtë duket pak e ranë, por ma të senë zotni, bënë burë, bënë babë. Qka ka fëmija punë i përzi babës në martesë? Që ka? Për jashtë, krejt për jashtë. E jam jashtë.
Unë e ku marru këto. Krejt për jashtë të dilni. Zanën kujt s'du mja një. Shpita në përzia, dhe sa t'ja për frymëne. Kur desun, ju het juve të pasionia dhe të rashegani. Sa t'ja më në gjallë, krejt për jashtë. Baba, nuk ju hinë hak fëmive. E ka shpinë 4-5 katë. Thot, nuk e du asë një këtë për jashtë, ose rrënë të në të qëran paguje. Paguma qëran. Ta la pak malije si me të një avshëm që më ki bab, për në ryshe qëran paguje. Shëriatikisht, asë në tronë hak nuk e hen. Dhe të pënën, a i mu të përzin në gru. Që është e tjetër, që shumë rëndësi, edukata nuk është të sa dohet e nivellit, pa keq kuptime, nuk është e nivellit lakmu shumë. Sepse dohet me eduku e vladin që baba e ka mirë gjithë. A në fakt, kur se ka mirë gjithë, se s'ka njeri që ka mirë gjithë. Por ashtu do të me eduku e vladin. Qëka bëni baba ka bëjmë që më rrugën e dytë? E grunë masit dhe që nana, thëmje, qëka bëni keq? Qëka bëni? Pastaj, fëmija është hak i sajna. Edhe hak i babës, i burët, edhe hak i grusë. është hak. është e kundërta zullum. E kundërta, me thonë grusë, unë për të marë ty, por me një kusht, mëse bëthmi, ti pi për zullum grusë. Pja ndalën diqka, pja bën haram diqka, pe privën gruan prej diqka fi qaj e ka andër, e që është me qenë nanë. A se tutesh Zotit ti? A nuk i tutesh Allahut? Kështu që të elhamdulillah që kia djallë, dhe Allah për ato më se bë. Ti në hak si hin as gjë, as pak djemve të burrit. Allahu të rujt, as pak. Për punën e pasionisë, gjithmonë hënë e dënë. Ka pas mes vllaznive, ka pak knatësi, gjithmonë. Por i meqmi, e nona e meqme, këtë rasti, e punon, inshallah, e jep Zoti vladët rrezik, nashta këtë bereqeti i familjes vjen me që djalin tënë. Dhe i thu djalit të djalin, jam të ka që Zoti bëll, vllaznive të lev, krejt ata. Ose vetë e thotë, no, hesja maron, për kundër se kom i dhonë hala, vllaznive të mi. I kom të babës, vllazën për babë. Rëzko, thmija lind me rëzk. Rëzko nuk e pe i gjepit tanë, as pe i mendjes tanë, as pe i shkollës tanë. Rëzko është prej i qiellit. Bashkë me fëmijën dynja vjen rëzko. As ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fëmiju kur i bën 120 ditë, i hyn me laqet, e fjafryn shpirtin dhe e shënin 4 gjana, ndërto o rëzkohu dhe rëzkon e tina. Hala pa dalë në dënjat. Ma dje rëzko është e saktuar 50.000 vite para se me kryu tokë dhe qiellin. Me rëzk lindin sani. Kështu që të si vazhdo me sjell mirë motër, vazhdo me sjell mirë, normal krejt, ata djelë të herftohen në rëzën, po vinë të kuptu sen, ta mo do të mi folë babave të jo ti. Se gjënahasht ashtë të mini hak babës dhe me hinë hak gruz babës. Ajo pja kësyr babën. Pja kësyr babën ajo. Allah e ka falë edhe një vlla. Po që kë vlla nesër më bëna far milioneri. Tani që bëjnë këta? Shkoj një majnë setërën këta tani. Ta që ta, shkoj një majnë setërën, dhe vlan ta majnë setërën ty se mos më loti, edhe qelin derën e kjerët, edhe jam shelin. Që ta të njëjtit. Qështu dynjaja. Dynjaja qështu. Allah ju rujtë. Allah shumë përso që ndëruar, shkojmë në një pauzë të shkurtë dhe rikthehemi pas pak.
Rikthehemi pas kësaj pauze të shkurtër dhe vazhdojmë me pyetjet e radhës. Hoxhë nderuar, derisa ta marrë pyetjen e radhës, është një pyetje që pyet një pyetës. Llogaria natës së varrit. A ndodh në natën e parë pas vdekjes apo në natën e parë pas varrosjes? Duke pas parasysh se disa prej vëllezërve mota vdesin në gurbet, 3-4 ditë deri një javë derisa të vinë. Kur bëhet llogaritja e natës së varrit? Në natë mas vdekjes apo në natë mas të varroset në vdekje? As ashtu e as ashtu. Në fakt, nuk ka natë varrit, nuk quhet, po nifet ajo popull natë e varrit, për shkak se në varr ka errësirë. Përndryshe llogaria në varr fillon me momentin që e fusen në varr personin. Ende pa e kthy shpinën xhamati. Ende pa përfundu krejt. E mlojnë pa përfundu krejt me laqet veç i hynë mrenda. Tani që to është efekti i leximit të Koranit për te, për ata që lexojnë Koranin. Që ka thonë Amr bin Asi, o biri jam, kur dës baba, e zgjatej pak, ka zënë për momentin e për jetën e vetë. E thëtë kam qenë 3 pozita. Fjallë të funit. Baba e to, bia një se kanë, thëtë kam qenë për 3 faze kam pas të ndryshme në jetën të. Faza e parë kam qenë armik i madh i pejgamberit. Ma dësha se me nxanë dikone me qkyje. Qetër dëshirë nuk isha për pas me më hakmarë. Nde. Mirë jone, të më gëzam deka që atëherë nuk isha pas pësa shkej të Zotia. Pasaj desh të Zotin dhe më dhëzaj. Nuk disha më ngitë pa pejgamberin. Alehi salam. Nga armikëm i madhimi o bë njeriu më i dashur e imi në dynjat. Nuk më isha mja hjekë si mja largu sytë. Mirë unë të isha dekin që atë kohë, kisha shpresu të Zotit që i kam punë të mirë. Ama tani pas e pejgamberi shkoj, dhe neve në kapit dynjaja. Tashmë nuk e di o birë, kam qojnë që ka bëhet me mu. Baba për desë, mos të më përcjellin as një gru në varë, mos të më përcjellin as me zjarmë në varë. Shpejtëm në gjenazën, kur të më varrosni, mos ma ktheni shpinën me një herë. Rëni rreth varrit, deri sa të prehet një deve të shpërndahet. Lali yasta'nisu bikum. Ta dim njërën me çfarë gjevapi po japi Zoti tim, e kur i kom juve afër na shtapak e kam ma lehtë. Njeri kur në siklet madh, kur vetën i shtohet stresi siklet. Njeri kur në siklet madh dhe din që ka dika afër, e ka ma lehtë. Kjo është anë psikologjike. Apo, për shembull në boks, atje në të jathi hunt, po këta shikues, kur ka këta shikues tina, i letohet dhimbja. Atje në futbol. A qashtu, tifos, po pra, tifos. Ata sa si një mojnë, këtu fizikisht, asë gjë nuk e një mojnë. Por e inkurajohen, emocionalisht. Kështu që, e ceka këta, sepse këtë dhe, ta di me qa për kthejna, për qëfar gjevapi për kthej, milaqeve të Zotit tem. Kjo dhe ka sa dush argumente tjera që të regojnë se llogaria fillon me momentin e varrosjes. Madje, hadithi më i qartë është për këtë çështje hadithi El-Bara ibn Azib, i cili tregon se si nxirret i mirë shpirti i robit, besimtar dhe jo besimtar, dhe se çfarë ndodh, dhe ai pastaj njëjti hadithet kur ta fusen në robin me laqet hyn me shpirt. Andaj, s'ka të bëj këtu me natë. Tash, ai që shkon që vdesën në gërbet, dhe një javë ditë bojnë dhe i tabin, me laqet në gutën,
Sen përgut janë atu. Ato e dina se din që ka me hinë dhe, kur të hinë dhe, ka me llogarit. Kjo është, pra momente që futën dhe i llogaritët. Po. Kalojmë të telefonata e radhës, e pranojmë. Alo, selamu alaikum. Selam aleikum, ala hoxh. Aleikum selam, po urnale. Deshta me pyetën hoxhën, e kam një problem, jam një djalë i ri 20 vjeçar. Sa herë të jes vet në shtëpi, apo që me bujt dikun edhe mes vet, bona vezvese, edhe mdogo që muret e shtëpisë janë ngushtu edhe mdogo që po më afrohet dikush, nuk më dhe gjume e dej natën, derisa në trupi më tërqet edhe iki, mdogo që po më njej dikush. Edhe për natë po kemi probleme familjare, rrugmi mes veti, nuk kena bereqet, kulejtat i kena në dome, ka hoqë. Baba, nona, rrugën, vllazni laki, kunata të rejat, mi gjallartë gjuhën, dalën, prehen, jena në halë të madhë. Allah ndihmoft. A falni? Me tregu drejt, unë është falë çdo gjyma, po përveç meje askush nuk falët, tek që dhe punatën e kam fakt dervishe, deshta me pyta ka hoxh, a kish pas ndikun ashta këtu pak dishka se prej si jena martu mos jena të fqu më mirë me kur gjaheq, jena nëzar për te je. Unë e dyshoj që kina najseher, po deshta me pyta edhe ty, është ka gjoko që jena kështu, të thartë ashtu më shtë zemë të pyti. E qartë. Okej, në rregull atëherë tash do merrni një përgjigje nga hoxha. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Këta vllaznia, kjo vëlla mos preket, se s'kem qëllim na kërkan me thonë bu Zoti mos e dhasht. Këta vllaznia dhe motra, vllaznë dhe motra tona, të cilët kërkojnë zgjidhje fetare kur kanë probleme, ma qenë mallë, sikur se me shku të një mjek, edhe me thëmë mjekut, kallëzëm që kam si mirë, ama kjo është i bindë që i laqet nuk e mërë mjekut. Nuk i përfill. E që ka sukses, që ka dobi? Kur gjëjq. Ti për me përfitu për mjekut, do t'ja marrë këshillat e mjekut, dhe si rrjedhoj, do t'ja marrë edhe terapinë e tina, mi përmbaj terapis, ma di mi përmbaj shumë përpekt. Edhe të këtë çështja fetare, kur janë në zërë muslimant, kur kanë siklet, e vështërsi, o, zoti jonë, e kur janë liri qka? Të i ndëruar për thë falet gjëman, ty doke që je ma mirë se ata dhe je ma mirë se të tjertë, por që më bëmë në gjëman? Qka me bo me një gjëma robi? Të mjafta një gjëma para Zotit? Tani, në vend si mi falë 5 kohët namaz, ti që je ma ofër se sa të tjertë, e ma sabah me bo dhikrin. E dhikrit mbron për i shërrit, çdo shërri, për shërrit çdo kujt. E me lutë Allahun, o Zoti jo, drejtoj këta prindë, këta me gjëllare, këta vllazni, këta motra. O Allah, drejtoj o dhe ja Rabbi. E na që rresk, e na që harmoni mes veti. Vjen koha sabahut, kërkosh nuk që o gjitha e shpi, më falë kërkosh. Vjen koha drekës, nuk falet kërkosh. Kalon dita, kërkosh nuk i bjen Zotin sejdë në shtëpi. Gjëman e falë deri në gjëman, dhe atë e falë në xhami, jo në shtëpi, kështu që shtëpi s'falet namaz kur. Shtëpia e cilën falet namaz në kontekstin shariatik, çka quhet? Quhet varr. Varr. Wala taj'alu buyutakum qubura. Pejgamberi ka thënë, mos i bëni shtëpitë e juaja varre, e që ka për qëllim mos e braktisni namazin në shtëpi, më falë vetë në xhami, falni edhe në shtëpi. Varr, xhamia e cila, shtëpia në të cilën ka namaz, ai është ngjasën varrit.
Aje që e ngjall shtëpinë namazi. Namazi jep shpirt shtëpisë. Po xhamis jep shpirt jep. Shpirt jep jetë. Jep harmoni. Namazi ngre bereqetin e Zotit. Namazi është grështirand për shejtanin e mallkuar. Namazi është mborojë për muslimanin. La ilaha illallah. Namazi ngrit lartë robën e bën mik të Allahut, evlijat Allahut. Kur arrin gradën dhe bësh mik i Zotit, me plot të drejtë, e lut Allahun, o Zoti jam kërabi yti i dopt, po drejtohet ty e po të lutet. Ne hek të të ligë këto dhe këto, Zoti jonë. Allah të rujtë i ndëruar, nuk prish punë, me qenë se po dyshante që ka bërë të kujtë diçka, nuk prish punë ti me shkotë ndo një vëllaj cili bënë rukje, ndo një hoxhë, dhe që shumë thamu që shtë me thana atina. Që shumë thamu që shtë, me thana ndo një vëllaj cili mirët me rukje, sa të kena vlazni plot anën banë vendit, dhe më konsultu me ta, qka për të thëtë, 1, 2, s'prish punë. Ama pak thënë rrugë Zotit është problem. Por në anën tjetër, dhe të me bëmë menda një çështje tjetër, jeta pa probleme nuk ka, s'ka. Pastaj problemet ka njëherë vartë njëri që shë ushqen, që shë mirët me to. Dikush me një fëmijë të vogël, 3 sahat mirët me to. E pse e bon? Pse e bon? Po fëmija bre balë mu se nuk o bon në bërë. As gjykatë se qasë në detaj nuk të mërë në pytje, të mytë e thminë të marë në pytje për një send vogël ose këtë. Mëse rrët problemet pa hajtë, se bo namë të thejnë i bardaka e boni në dëma dishka pa hajtë. Sa të ku ka thejnë, aty ku ka njës bëhet zhurume, ku s'ka njës bëhet zhurume, ku e në kalabla kanë e rande, se kur jeve s'kime kanë hajsh, s'kime kanë bën lafë. Andaj kanë edhe me hongër ka pak, ka një falezeti, adi me hongër pa më pajtu, me kështë që më s'më hidhru. Me kështë që më s'më majti nati. Tani kjo është smundje zemrës. Kjo është smundje tani, me më majti nati, pas tajt nesër me net, pas nesër. Tash është i smutët më mjeku. Për ndryshe, pëse harë kanë e vlaznia, motat me znamës bëhet, sepse se lëmbro mendimin e vetë, që është të dynja, se pa që është të fesë. Por jo me majt teftë. Ndaj vlat, apo ndaj motras, apo ndaj audjes, apo familjes ngusht, veçanti që je për dit me ta. Allahu u aletsoft ja Rabbil Alemin, e ju dhash bereqet e vla, e ju rujt për çdo të ligë, çdo të keqe. Atëherë ka drejmë telefonuesin e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam, ju përshëndes ju dhe Huzja. Edhe ne ju përshëndesim. Po urnali, cila është pyetja juaj? Kam shumë po s'pyll ma kohë. Deshta mi ju pyet, s'pyll nga kohë, veç ne jemi kam kështu prej babës dhe prej nanës. 2 parë fëmijë, si që me thonë. Edhe pashti, neve nanën nuk ne kam këshyllë, po në kohën e fundit dhe që kanë largue, aja i ka rritë dhe krejtë. Tash kur e kena post na hisën tonë dhe vllaznijat vetën prej babës. Po tash kur ka tek nana, na s'kena dash me marrë, ja u kena lanë vllazën për babës. Po ju kena thonë që me ne qelë derën. Po tash kur shkojnë ana, nuk na lanë jashtë për shembull, po ata bijat e vetaj të bojnë, neve nuk na thirrin. Kur? Ndrekës, ndarkës, një herë në Ramazan me qëllue. Edhe deshta me thonë, a e kanë ata lanë, si ma shkurt pibi, se kjo është i me gjatë, po ma shkurt pibi, a është për shembull, a e kanë ata halal që ja kanë lanë, për shembull, për me na marrë, për ti të bëjnë bijat e veta, po ata bijat e veta i marrin, neve s'na marrin, edhe thonë, deshtë më ju marrë, po s'unë ju thërë në telefon. A ki vllazën ti? Jo, nana s'ka pas, veç për i babe. Sa motra jeni? Jena 2 tash, se një veç nga ka. Tamam, po për qartë qa. Për babë dhe vllazni. E kena pos na hisën dame, në fillim e kena pos për i babës, në fillim na vojzat edhe djemt e kanë pos.
po tash kur ka nonës ne kanë qenë, në Pleçnina e kanë largu edhe e din krejt. E qartë. Po. Ne kanë largue. Nona çashtu ka vdek, se kanë qyrë, po tash mas ka vdek nona, na zdeshtu me morë, sa ma pet një avlon tokën e Në rregull dhe motër, e qartë. Ata, jo, su kur qysh jam kënalon, s'po na respektojnë. Motër e nderuar, pyetja është e qartë, tash do ta merrni një përgjigje nga hoxha. Zoti ju ndihmoj, ja lutoft. Nuk është në parem bijat e tyne jenë neve, po dhe jeni tyne. Ato kanë motra pe babët e nënës. Po motra në ato dhe ato, po mentaliteti i shqiptarit, mentaliteti i insanit, e edukimi, edukata e prindit, e sdias, që ka me të thonë se motra vlau, motra pe babë pe nane, motra pe nane, motra pe babë është motër. është motër ajo, o musliman. Ajo është motër e jotja, nuk ka që ka ndanë atë. E tani, me kanë pëlqen mohabeti është meselë tjetër. Ta kështu ma mire me thonë, këty në diçka i pëlqen mohabeti me motrat veta që janë pe nane pe babe, na që jena veç pe babe, dyqysh na i maz largë rrinë pe i nesh. Më kap të mohabeti më shumë, sa më kap të tokat e tjera të sene, tash tokën hisën e keni dhanë, mëse mërë me atë punë më. E keni pas hak. Keni hek dorë vetë. Keni hek dorë vetë, Allah ju paguft, e keni vlazën. Vla e ki ata. Në të vla dhe të me shku edhe pa thjerë, nuk pritin vla veç me të thjerë. Nuk është muslimoni mira e që pret vla me thjerë. Pasha zotin jetë. Bile vla e motra nuk ka nevoj me thjerë as njani tjetërin kërë. Ka nevoj, po mja bo me dije, ka nërë që filan dite kam do mësafer filan dite, e kam qefët ti me kanë. A të ke bjo që bëjmë dije, për nëryshe, vla të motra të vla, la ilaha illallah. Kjo është erand, me pas rezerva, më kujtu, a me shku, a jam i mirë priton, as jam. Të motra të vla, a pëvi mërzia së pëvjen. Nuk t'i nglën mirë kjo punë. Kjo është peshajeve të kiametit që hub dashnia mes njerëzve. Njerëzit duhen për interesa të dynjas. Ka interes dënë, s'ka interes për që t'ka motër e vlla. Pas pare nuk jep. Pas pare nuk jep. Shkana që mënirit huj, që se ka as gjak, as fes, as kur gjo. Enet me të të mushet menja që e në linë që binjako me të, e në linë për i herë, ndërsa me vlaun e vete, babën e vete, nanën e vete, migjen e vete, dajnë e vete, nuk dhe meni për ta. Për interes e ka. Njeri i dënjas, dhe interesin dënjas ka që. Borri lig. Kështu që ti më otër me shkuue, me shku shpesh bile. Si të njështë që janë atë, më që më shku. Vlaun të në kafsh. Si të njështë që motra tua janë atë, ti më që më shku. Edhe me thonë niva që jeni këto, ty i bërë mujtë e menet parë me nejtë. Së mujtë e menet parë, se motra ju ka mëne. Po, pa shanë sotin. Edhe motrat kanë. Allah shërbes, në ka drebe dhe telefonu së në radhës. Ala, selamu alaikum. Regjia, kemi telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Po, nani. Deshta një pyetje hoxhës. Dhe të morë na. A jam drejt për drejt? Po, drejt për drejt që lirë. Lirisht të regani pyetjen, cila është pyetja juaj. Po, deshta me vetë hoxhën për namaz. Do me thonë jemi në mërgim, po falë me krejt vaktët, po është problem për mua se spikon fëmijë të burrin shpi për me thirë ezan. A gutojnë e pa ezan mu falë, o qysh mi jam bo? Qëtë pyetja dhe e dyta, a më ndënjome? Po, dëgjoj, vetë vërna.
Dashta me bëllë një pyetje me vetëm për Orna, jo s'po ndikur gjë. Ornanit, bëje pyetjen. S'ka dërt. Pyetja po kërë namazi pa ezan. Pse gjithë falin, po. Po, pse kush kesh deshta me pyet motrën që sa falesh. Por nuk on dëgjoj kem, sepse ndoshta shtari namaz. Për gran nuk ka ezanoj muslimane. Për gran nuk ka as ezan e as ikamet. Pa ezan, pa ikamet e hin namaz. Allahun xhenet qoftë. Burrat janë kësin punë, kur gjo, shqyrë që janë në puna, e ti falesh të shpia, pa ezan, pa ikamet, e falë drejken, i qinin, akshamin, e ta kur t'vina ta nëse falni me gjemat, e bën kamet dikush pe i moshkujve, e falni me gjemat edhe kaqë. Rregull, atëherë hoxhë nderuar, Allah shpëleft për gjitha këto përgjigje dhe me këtë sonte e përbyllim emisionin e sëntëm dhe ju shikues të nderuar deri në emisionin e radhës ju përshëndesim me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh dhe ju lëm në mëshirën e Allahut.